Numërimi mbrapsht ka filluar dhe forcat politike kanë edhe 2 ditë kohë të kapin objektivat e tyre për 11 majin. Partia Demokratike ka njoftuar e para se do të mbyll fushatën elektorale ditën e premte më 9 maj në orën 7 në Bulevardin e Ri. Partia Socialiste po ashtu ka njoftuar mbylljen e fushatës në Tiranë, po në orën 9 pranë Parkut Olimpik. Ditët e fundit të fushatës nuk po kalojnë pa probleme. Në Prokurorinë e Përgjithshme, në harkun e një jave, janë regjistruar 44 kallëzime penale që kanë të bëjnë me krimet zgjedhore. Nga të gjitha kallëzimet, 9 prej tyre janë bërë nga SPAK, 19 prej policisë gjyqësore dhe të tjera të denoncuara nga partitë politike apo edhe nga qytetarët. Rasti i fundit është ai nga burgu i Fushkrujës, ku një i burgosur akuzon drejtorin Apostol Luca se po ushtron presione në këmbim të votës për kandidatin e Partisë Socialiste. Vota e emigrantëve nga Greqia vijon të mbetet problem, ku Partia Demokratike i është drejtuar me një shkresë KQZ-s duke kërkuar një audit të menjëhershëm ndërkombëtar të logjistikës së transportit dhe dorëzimit të zarfeve nga Shqipëria në Greqi dhe ana Sjeltas. Opozita kërkon hetim penal nga SPAK për blerje votash dhe përfshirje të Partisë Socialiste në shpërndarje votash. Për Partinë Socialiste, shqetësues është numri i shqiptarëve që e kanë marrë zarfin, por nuk e kanë nisur për në Shqipëri. Socialistët u kanë bërë thirrje shqiptarëve në diasporë që të dorëzojnë vetë zarfet me fletët e votimit, me një vendim të fundit të qeverisë, të gjithë zgjedhësit brenda territorit shqiptar që kanë dokumente identifikimit të skaduara do të mund të votojnë në zgjedhjet e 11 majit. Afati i vlefshmërisë së mjeteve të identifikimit është shtyr deri në datën 31 maj 2025.